Një grup arkeologësh në kodrat e Bishqukasit të Lushnjës po kryen zbulime të rëndësishme arkeologjike. Ato po punojnë në 2 sondazhe të ndryshme, ku deri tani kanë hasur në struktura si një mur rrethues, kolona, varreza apo kish. Mbetet për të parë cilës periudhë i përkasin, ose të mesjetës ose periudhës së vonë ilire. Në këtë zonë këto gërmime janë të parat që kryen për gjetjet arkeologjike. Datat nuk i kemi fikse, nëse do ketë vazhdim kjo do shihet, por që në fakt situata është shumë premtuese. Shpresojmë që me vazhdimin e punimeve ne do të mësojmë më shumë se çfarë strukture është objekt kurti apo është ndonjë ndërtesë e hershme. Pra do të jenë të dhënat arkeologjike ato që do tregojnë. Më herët përgjatë punimeve të tokës bujqësore, banorët e zonës kanë ndeshur me materiale të rëndësishme historike, të cilat janë dorëzuar Muzeut Historik të Lushnjës. Për studentët të cilët janë pjesë e praktikës së punës, zbulimet të tilla janë të rëndësishme, pasi aty dokumentohet historia. Eksperienca për mua si student është shumë e bukur, do thoja shumë shfrytëdhënëse. Pasi ne mësojmë gjithë ato që i kemi bërë në teori, informacione që kemi marrë në shkollë, po i vëmë në praktikë. Gërmimet janë ndarë në 2 sondazhe. Njëri përfshin strukturë banese të hershme e pa identifikuar dhe tjetra përfshin një kolonë graniti. Kodra e Shëngjergjit midis Lushnjës dhe Divjakës mendohet të jetë zona më e rëndësishme për zbulimet arkeologjike, e cila mbar thesare të fshehura të historisë shqiptare të periudhave mira vjeçare.